Mirë se vini në episodin e dytë të udhëtimit tonë të pasakont në botën e ekonomisë me mua, Gavril Lasku. Dhe mua, Klejton Leka. Në episodin e sotëm për një ekonomi që flet shqip, do të flasim për planin evropian që premton të dyfishojë rritjen e ekonomisë shqiptare. Jo me fjalë, as thjesht me financime, por me reforma dhe me nxitje të shumëfishtë. Këtë herë Bashkimi Evropian nuk po flet më për ndihma, por flet për investime të kushtëzuara. Plani i ri për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor është një ndërhyrje drejtpërdrejt e përqendruar dhe me një mesazh të qartë. Ju mbështesim të reformoni sipas planit. 6 miliardë euro për të gjithë rajonin, 922 milion për Shqipërinë, prej tyre 429 milion kredi që kalojnë si pagesa në thesarin e shtetit, 228 milion euro të tjera kredi kalojnë në fondin e Ballkanit Perëndimor, kurse 265 milion euro fonde dhurohen po përmes kuadrit të investimit të Ballkanit Perëndimor. Por, mbi të gjitha, 3 vjet kohë. Kjo do të thotë se financime nuk vijnë thjesht si përfshirje në plan. Ato jepen pasi një reformë të jetë hartuar, dorëzuar, verifikuar e certifikuar. Nëse ndonjë vend nuk arrin, dikush tjetër i merr financimet. Deri tani Shqipëria ka përmbushur 16 hapa reformash, 30 të tjera e presin për të përmbyllur këtë vit. Gjithsej 143 verifikime për 3 vjet të ardhshme. Vetëm në vitin 2025, praktikat e Shqipërisë për këtë plan do të verifikohen me 66 praktika. Dhe mos harroni, çdo verifikim është një kontroll. Ky plan është një provë europiane në terren për të parë nëse vendet e rajonit dhe konkretisht Shqipëria janë gati të mendojnë ndryshe për zhvillim. Me baza reale, sundim ligji, kapital njerëzor, digitalizim, ekonomia e gjelbër. Sundimi i ligjit është përparësia, më e financuar 267 milion euro për 9 reforma. Pastaj vijnë klima e biznesit dhe kapitali njerëzor. Por nuk bëhet fjalë vetëm për shuma, bëhet fjalë për besim. Nëse institucionet nuk bindin Brukselin se po punojnë, realisht financimet zhduken. Dhe bashkë me to dhe mundësia për të bërë pjesë e një treguj që nuk fal. A mund të rritet ekonomia shqiptare me 7% në vit, sipas planit? Po. Sipas meje, pyetja ngrihet nëse është Shqipëria gati për këtë test të madh të besimit dhe përgjegjësisë. Për të rinj, çfarë mendojnë? Kjo është zona jote ekskluzive brenda dhe jashtë studios. Dhe unë e kam shfrytzuar më së miri. Bashkimi Evropian do jap brenda 3 vite Shqipërisë 922 milion euro. Çfarë mendoni se duhen bërë me to? Më rëndësishme është infrastruktura, qoftë rrugët, hekurudhat, shkollat, shëndetësia, këto mendoj se janë më të rëndësishme. Si fillim që ka një lajm shumë i mirë dhe Shqipëria ka shumë nevojë tek ndihmat sociale, kryesisht tek njerëzit me aftësitë kufizuara. Ju lutem, aty shpenzojini lekët. Mund të investoj për infrastrukturën e rrugëve, në arsim, në zhvillimin e turizmit akoma më shumë. Se di, për me thonë drejtën se di, po besoj për qytetin, si me thonë për rrugat, për pallatet, për shkollat. Po e para e mbujësi, se ne flasim gjithkohën turizmi, po nuk ka turizëm pa produkte vendase. Pastaj edhe industria që lidhet prapë me turizmin, si që konservimi dhe këto, edhe peshkim, besoj. Pastaj edhe teknologjia. Por ne pyetëm pranë delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë për të mundësuar tek ju më shumë përgjigje mbi këtë plan ambicioz, ndryshimi, dhe arritëm që sot të kemi mundësinë ta diskutojmë në studio me të ngarkuarin e posaçëm për këtë çështje, zotin Hubert Per, drejtori i bashkëpunimit delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë. Mr. Per, welcome to our show Quota. Thank you for being. Zoti Per, faleminderit që pranuat ftesën tonë dhe mirë se erdhët në show-n ton Quota. Më parë kemi paraqitur një pasqyrë të shkurtër të planit evropian që pritet të ndihmojë në rritjen e Shqipërisë. Ekzistojnë 5 fusha kyçe të veprimit për reformat në planin e rritjes që mbulojnë sundimin e ligjit, klimën e biznesit, kapitalin njerëzor, energjinë, tranzicionin e gjelbërës dhe tranzicionin digjital. A mund të shpjegoni se çfarë pritet të ndodhë gjatë 3 viteve të ardhshme dhe më rëndësishme se si do të ndihmojë zbatimin e planit të rritjes së Shqipërisë në rrugën e saj drejt BE-s? We'll help Albania to negotiate efficiently with EU. Yeah, thank you very much for having me today and Ju faleminderit shumë që më keni thirrur sot dhe ju lutem më lejoni ta kontekstualizoj pak planin e rritjes, pasi mendoj se është një nismë fantastike transformuese që ka ndërmarrë Bashkimi Evropian dhe është gjithashtu një shembull fantastik që jep dëshmi për faktin se për Bashkimin Evropian procesi i zgjerimit është rikthyer në rrugën e duhur dhe siç e dini, Shqipëria po ecën shumë mirë me negociatat e saj për antarësim. Por për ne nuk ka të bëjë vetëm me integrimin politik, ka të bëjë po aq edhe me integrimin ekonomik dhe për këtë arsye Bashkimi Evropian ka paraqitur
planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, dhe ky plan rritjeje në thelb përbëhet nga 4 shtylla. Ato janë shumë të ndërlidhura dhe punojnë së bashku për të garantuar që të mund të punojnë për atë që quhet konvergjencë. Konvergjencë në thelb do të thotë se mesatarisht 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një zhvillim ekonomik prej vetëm rreth 35% të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ne duhet ta ndryshojmë këtë, dhe duhet ta ndryshojmë shpejt dhe në mënyrë transformuese. Prandaj ky plan rritjeje tani kërkon të arrijë këtë brenda dekadës së ardhshme. Ekonomia në Ballkanin Perëndimor duhet të dyfishohet dhe për ta bërë këtë kemi 4-5 shtylla të propozuara dhe kemi besim se mund të arrijmë. E para është në thelb qasja në tregun e përbashkët të BE-s. Tregu unik i BE-s ka dëshmuar nga procese të tjera antarësimi se është fuqia më transformuese, hyrja në tregun unik më të madh në botë dhe lidhja me këtë treg. E dyta është integrimi rajonal, kur bëhet fjalë për ekonominë, sepse të gjithë dimë se shpeshherë për shkak të tensioneve politike, tregu rajonal nuk është mjaftueshëm i zhvilluar dhe 6 vendet e rajonit nuk kanë në vetvete një treg të mjaftueshëm të madh për të qenë tërheqës për investitorët e mëdhenj. Pastaj dy aspekte të tjera, dhe më pas do t'i kthehem pyetjes suaj, kanë të bëjnë me agjendën e reformave dhe me reformat në çdo vend, si në Shqipëri, dhe kanë të bëjnë edhe me shpërblimin për këto reforma përmes mekanizmit të reformës dhe rritjes, ku Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion 6 miliardë euro burime shtesë dhe 922 milionë euro do të shkojnë në 3 vitet e ardhshme si mbështetje shtesë për Shqipërinë. Pra ky mekanizëm për reforma dhe rritje fokusohet, siç e thatë me të drejtë, në 5 fusha reformash dhe ne mendojmë se këto fusha reformash janë vërtet të rëndësishme dhe nuk janë fusha reformash që Bashkimi Evropian ja ka imponuar Shqipërisë. Përkundrazi, ato janë propozuar nga Shqipëria, por janë miratuar fuqishëm nga Bashkimi Evropian, sepse shohim që janë të nevojshme. Dhe për të filluar me shtetin e së drejtës, të gjithë e dimë se zhvillimi qëndrueshëm ekonomik nuk do të mund të ndodhë në asnjë vend nëse nuk trajtohet çështja e shtetit të së drejtës. Asnjë biznes nuk do të vijë, asnjë biznes nuk do të investojë nëse nuk ndiheni rehat që parat tuaja janë të sigurta se sistemi juaj i drejtësisë është transparent, është i përgjegjshëm dhe kështu të gjitha reformat në të cilat ata po investojnë në drejtësi dhe në shtetin ligjor do të jenë të dobishme për transformimin e ekonomisë dhe tërheqjen e investimeve. Dr. Per, if I might contextualize a bit. Plani synon të afrojë standardet ekonomike të Shqipërisë me ato të BE-s dhe ka pritshmëri që ekonomia jon të dyfishohet në 10 vitet e ardhshme. Si do të ndikojë kjo në konkurrueshmërinë e Shqipërisë në tregun global dhe cilat reforma janë kyçe për ta bërë këtë të mundur? And which structural reforms are essential for achieving this goal? Yes, indeed, I think these 5 reforms. Po, vërtet, mendoj se këto 5 reforma janë absolutisht të rëndësishme dhe do të jenë në gjendje ta transformojnë ekonominë shqiptare. Mendoj se duhet të kihet parasysh edhe fakti që vende si Shqipëria janë rritur me një ritëm më të shpejtë se shumica e vendeve anëtare të BE-s në vitet e fundit, me një normë rritje mesatarisht rreth 4%. Mendoj se Shqipëria ka ecur mjaft mirë, por për ta mbyllur këtë endek, mendoj se kjo rritje duhet të dyfishohet në mënyrë që realisht të arrijë vendet e BE-s. Pra, reformat që janë të nevojshme janë për shembull të marrim kapitalin njerëzor për ta ngritur dhe për të tërhequr investimet huaja. Çfarë kërkon një shumë komshe e madhe për të ardhur në Shqipëri? Ata kanë nevojë për kapital njerëzor, ata kanë nevojë për punë të kualifikuar në cilësinë e duhur dhe në sasinë e duhur. Pra, disa nga reformat që po trajtojmë së bashku janë për të siguruar që shqiptarët të kenë kualifikimin e duhur dhe të kenë mundësi për të gjetur punë realisht në Shqipëri. Pra, kjo është kur bëhet fjalë për kapitalin njerëzor. Kur bëhet fjalë për reformat që lidhen me biznesin, është e rëndësishme për shembull që të ketë një ligj për investimet, një ligj të unifikuar për investimet, ku investitorët e huaj të ndihen rehatë të thonë, unë mund të investoj paratë mia këtu, sepse do të trajtohem si i barabartë me çdo tjetër dhe kjo është transparente. Bëhet fjalë për reformimin e sistemit të së drejtës pronësore dhe krijimin e transparencës në sistemin e së drejtës pronësore, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të blejnë një pronë ose të marrin me qira një pronë këtu, ta dinë se kjo është bërë në mënyrë transparente, efikase dhe se pronari i ligjshëm i pronës është i identifikuar. Bëhet fjalë edhe për kornizën fiskale dhe për këtë arsye ne po nxisim një strategji afatmesme mbi të ardhurat, në mënyrë që Ministria e Financave të krijojë hapësirën e nevojshme fiskale, por në të njëjtën kohë edhe që investitori shqiptar apo investitori huaj ta di gjatë 2 viteve të ardhshme se ka një kornizë fiskale që është e qëndrueshme. Pra këto janë vetëm disa nga reformat. Bëhet fjalë edhe për energjinë. Shqipëria po ecën jashtëzakonisht mirë kur bëhet fjalë për transformimin e sistemit të saj energjetik, duke e bërë atë edhe më të gjelbër, duke investuar në energjinë diellore dhe atë të erës, duke reformuar energjinë hidrike që tashmë është vjetruar, duke krijuar një treg rajonal të energjisë. Bëhet fjalë edhe për reforma digjitale, sepse digitalizimi është sigurisht një nga fuqitë më të mëdha transformuese dhe Shqipëria tashmë e ka përqafuar fuqimisht digitalizimin në sektorin e saj publik, por tani është gjithashtu e rëndësishme ta sjellim këtë edhe në sektorin privat. Pra nëse kombinoni koktejlin e këtyre reformave me qasjen në tregun unik të BE-s, mendojmë vërtet se këto reforma do ta transformojnë realisht ekonominë shqiptare dhe do t'i mundsojnë arritjen e ritmeve të rritjes dhe normave të punësimit që nuk janë parë më parë.
allowed to reach growth rates and employment rates that have not been seen before. Mr. Per, Bashkimi Evropian ka shpallur kohët e fundit një thirrje për shprehje interesi për të mobilizuar investimet private në Ballkanin Perëndimor, me synimin për të mbështetur rritjen ekonomike të rajonit dhe integrimin në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Çfarë po kërkon konkretisht Bashkimi Evropian dhe si do të funksionojnë këto projekte investimi? Yeah. No, thank you for allowing me to speak to that point as well, because Faleminderit që më mundsua të flas dhe për këtë pikë, sepse siç e kam shpjeguar edhe më parë, plani i rritjes ka të bëjë shumë me krijimin e mjedisit të favorshëm nga sektori publik për të lejuar rritjen dhe investimet. Por ne jemi gjithashtu një organ i sektorit publik, kështu që nuk punojmë me do e mos me parat publike për të nxitur investimet private, por kemi kuptuar gjithashtu se rritja e qëndrueshme dhe krijimi i vendeve të punës janë biznesi kryesor i sektorit privat dhe jo i sektorit publik. Pra tani, ne duam të angazhohemi në një mënyrë shumë më të drejtë për drejt, më të fuqishme dhe më proaktive për shfrytëzimin e fuqisë së tregut të BE-s dhe gjithashtu për shfrytëzimin e fuqisë së investitorëve të BE-s. Siç e dini, Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të tij janë investitorët më të mëdhenj në Shqipëri. Ata janë edhe partneri më i madh tregtar me Shqipërinë. Pra nëse i bashkojmë të gjitha këto, mund të tregojmë investitorëve evropian dhe investitorëve shqiptar se tani po punojmë për reforma që sjellin më shumë transparencë dhe llogaridhënie, konkurrencë biznesi dhe kapital njerëzor në tryezë. Ne duam t'i ofrojmë sektorit privat, t'i themi se tani duam t'ju sfidojmë, duam t'ju drejtohemi dhe t'ju kërkojmë të sillni idetë tuaja, propozimet tuaja, çfarë do të dëshironi të bënit. Ne bëjmë shumë në Shqipëri për mbështetjen e supermarketeve të vogla dhe të mesme, por kjo thirrje në të vërtetë u drejtohet investimeve të mëdha, 10 milionë euro e më shumë për ta sfiduar dhe stimuluar realisht sektorin privat të BE-s dhe sektorin privat shqiptar, sektorin privat të Ballkanit Perëndimor. Për të thënë se kjo është një ofertë, është paksa si eksperiment, është një thirrje për propozime. Ka disa sektorë që janë natyrisht të rëndësishëm, si turizmi, si energjia, si transporti i qëndrueshëm, si lëndët e para kritike dhe disa të tjera. Na thoni çfarë dëshironi, si mund punojmë së bashku, fjalën e fundit për këtë. Ne duam të ofrojmë një platformë dialogu. Ne duam të kemi një dialog midis sektorit publik dhe atij privat, por duam të ofrojmë një ndihmë teknike dhe gjithashtu duam të jemi në gjendje, përmes granteve, kredive dhe garancive potenciale, të heqim rrezikun nga investime të tilla. Dhe jemi të kënaqur dhe jemi vërtet kurreshtar të shohim se sa do t'i përgjigjet sektori privat kësaj për të rritur më pas. Ju dëshironi ta motivoni sektorin privat që të investojë në aftësi, në burime njerëzore, në teknologji, në inovacion, në mënyrë që të kapin standardet e konkurrencës së Bashkimit Evropian. Indeed, I think, the private sector wants to make money. Në të vërtetë unë mendoj se ju e dini se sektori privat dëshiron të fitojë para, por ne shohim një situatë të favorshme për të gjithë këtu, që duke investuar në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, kjo nuk është vetëm diçka që ata e bëjnë sepse është e mirë për vendin, është e mirë për njerëzit, por është një situatë e favorshme për të gjithë, ku sektori privat evropian mund të zhvillojë biznes të qëndrueshëm këtu. Ata kanë një mjedis të fortë biznesi dhe urban, një sistem ligjor të fortë, kanë kapital njerëzor që është konkurrues dhe që mund ta përdorin duke investuar në Shqipëri për të ushtrirë dhe për të përfituar nga i gjithë tregu i BE-s, sepse asnjë investitor i madh nga Evropa apo gjetk nuk do të vi këtu për të thënë se do të futem në këtë treg prej 2.4 milion banorësh. Jo, bëhet fjalë për 300+ milion njerëz që Evropa mund të ofrojë. Dhe kjo, mendoj se është bukuria e kësaj situate të favorshme për të gjithë, që mund ta ofrojmë tani dhe mund ta ofrojmë tashmë në vitet përpara se Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Dhe mendoj se kjo është një tjetër ofertë nga Bashkimi Evropian. Të themi se flasim në ditët e sotme për integrim të përshpejtuar, që do të thotë ajo që ne po bëjmë tani, është promovimi i biznesit të Shqipërisë, është promovimi i zhvillimit të Shqipërisë në të mirë të njerëzve edhe para se të hyni në Bashkimin Evropian. Dr. Per, I wanted to stop a bit on... Në kuadër të digitalizimit dhe zhvillimit teknologjik, si pritet të ndryshojë struktura e ekonomisë shqiptare? A do të arrisë kjo konkurreshmërinë e bizneseve shqiptare? Would increase the competitiveness of Albanian enterprises. Digitalization is something that... Evropian. Ju e dini se digitalizimi është kudo në ditët e sotme, është diçka që ka të bëjë me gjithë jetën tonë të përditshme, dhe prandaj digitalizimi, për mendimin tim, ka dy aspekte. Është një sektor më vete, i cili ofron mundësi të jashtëzakonshme pune si sektor, dhe Shqipëria e ka identifikuar digitalizimin si një nga sektorët që dëshiron të rritet dhe të zhvillohet. Por digitalizimi është gjithashtu një mundësi për pothuajse çdo sektor tjetër. Nëse ju sot dëshironi të jeni konkurrues, nëse doni të jeni inovator në çdo sektor, qoftë ai energjetik, bujqësor, turizëm, pa digitalizim nuk do të arrini askund. Nëse flisni për turizmin dhe nuk përdorni platforma digjitale rezervimi, nuk do të keni sukses. Po ashtu nëse merrni bujqësinë dhe nuk keni nevojë për mjete digjitale në ditët e sotme për të siguruar që përdorni pesticide që lejohet të përdorni në sasinë e dur ose të ujisni bimët. Digitalizimi është kudo, prandaj tani bëhet fjalë për të bërë disa gjëra në Shqipëri. Njëra është zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës digjitale, kur bëhet fjalë për internetin me shpejtësi të lartë, kur bëhet fjalë për 5G,
Bëhet fjalë për aftësitë digjitale. Ne duhet të sigurohemi që forca e punës të jetë e përshtatshme për qëllimin dhe kjo është e rëndësishme të punohet me kodimin, por nis me arsimin fillor dhe të mesëm. Bëhet fjalë për arsimimin digjital dhe më pas ka të bëjë me bashkimin e gjithë kësaj dhe shfrytëzimin e kompanive të mëdha novatore evropiane për të ardhur në Shqipëri dhe për të krijuar partneritet me shkencën, me universitetet dhe për të ngritur biznese këtu. As well with science, with universities and setting up businesses here. Dr. Per, given the fact that Si do ndikojnë kreditë dhe grantet e destinuara në zhvillimin e projekteve të infrastrukturës dhe rritjen e sektorëve strategjik si energjia, transporti dhe digitalizimi, dhe cilat sfida operacionale mund të hasen gjatë zbatimit. may we encounter during this time? Yes. No, thank you for this very important question because Plani i rritjes bën në thelb dy gjëra, siç e dini. Ne ofrojmë burime shtesë për Shqipërinë prej 922 milionë eurosh. Me reformat që do të zbatoni do të shpërbleheni dhe gjysma e kësaj shkon në thesar përmes mbështetjes buxhetore dhe mjetet dhe mënyra se si i shpenzoni këto para po identifikohen nga prioritetet e qeverisë. Gjysma tjetër është e destinuar për investime strategjike dhe këto 450 milionë euro do të jenë ato që ne i quajmë të kombinuara me burime shtesë nga bankat financuese ndërkombëtare, pra për ta shtuar shifrën 450 milion për ta trefishuar apo katërfishuar këtë shumë. Dhe ky grup parash duhet përdorur më pas për investime strategjike në Shqipëri që mundsojnë që kjo rritje të ndodhë. Pra, ne punojmë shumë fort përmes kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, instrumenti i ri kryesor për mbështetjen dhe financimin e këtyre nismave. Pra, ajo që është e rëndësishme tani për Shqipërinë është që Shqipëria të bëjë detyrat e shtëpisë dhe unë e di që po punohet shumë në këtë drejtim për të identifikuar se cilat janë investimet kryesore që do doni të financoheshin në kuadër të planit të rritjes, në mënyrë që të mund të parashtrohen. Dhe po ju jap disa shembuj. E keni parë tashmë që BE-ja mbështet transformimin dhe rikthimin e Ekurudhës në Shqipëri në një mënyrë shumë transformuese. Jemi tashmë në fazat përfundimtare të ndërtimit të Ekurudhës Tiranë-Durrës që lidhet me aeroportin. Do të bëjmë shumë më tepër për lidhjen ekurudhore, kështu që ky do të jetë një prioritet. Mëtej do të nxisim prodhimin e energjisë së gjelbër në Shqipëri. Do të rinovojmë një pjesë të industrisë së vjetëruar të hidrocentraleve, do të punojmë me infrastrukturën digjitale dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, me disa qendra transformuese shumë moderne të tipit nanoteknologji. Dhe kur i merr të gjitha këto së bashku në këtë përzierje që përmenda përmes reformave, investimeve dhe qasjes në tregun e BE-s, atëherë kjo më kthen në pikën që jemi të kënaqur dhe të sigurt se rritja e Shqipërisë do të vijë duke u forcuar. That Albania's growth will go from strength to strength. Dr. Per, the implementation of the growth plan. Plani parashikon që fondet tu kalojnë vendeve të tjera nëse një vend nuk përmbush reformat e kërkuara. Cili është qëllimi i kësaj qasje? Dhe çfarë duhet bërë që Shqipëria të përfitojë sa më shumë nga mbi 922 milionë euro të planifikuara për reforma? Energy, digital transition and the rule of law? Yes, thanks for that. And Mendoj se është një dispozit shumë e mirë që parashtrohet brenda kornizës ligjore, pasi në thelb lejon mundësinë që nëse në një vend të caktuar nuk ndërmerren reformat, ne nuk do ta shpërblejmë këtë vend me mbështetje financiare. Pra, reformat janë në thelb të saj dhe duhet të kemi gjithashtu mundësinë t'i themi vendit që nuk bën detyrat e shtëpisë, nuk do t'i marrësh parat, por një vend tjetër që mund t'i bëjë detyrat e tij do të shpërblehet me përfitime shtesë. Pra mendoj se ky është vetëm një pararendës, sepse ne jemi të bindur që të 6 vendet do t'i zbatojnë reformat e tyre, por bëhet edhe për të ndërtuar një konkurrencë të shëndetshme mes vendeve. Por kjo është në fakt dytësore. Ajo që është më rëndësishme dhe ne po punojmë fort në partneritet me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për të siguruar që reformat që vendet kanë vendosur vetë nuk janë reformat imponuara nga Bashkimi Evropian. Këto janë reforma nga vetë vendet. Afatet kohore për t'i përmbushur këto reforma janë ambicioze, por janë bërë të realizueshme që realisht i përmbushin dhe ne kemi këtu edhe mundësinë, pasi është një instrument i ri, prandaj po mendojmë për këtë, që të jemi së bashku për të mësuar se si ta zbatojmë këtë mjet të ri, që nëse disa reforma nuk zbatohen në kornizën kohore që është caktuar, ne japim një të ashtuquajtur periudhë shtyrjeje që i mundson vendit të zbatojë një periudhë kohë shtesë për të zbatuar reformat pak më vonë. Kështu që nuk do të arrijmë menjëherë në pikën që të heqim parat një vendi dhe t'i japim diku tjetër, por bëhet fjalë për një zgjidhje të fundit. Por ju më pyetet edhe se çfarë duhet bëj vendi për të qenë i suksesshëm dhe mendoj se një gjë është gjëja më e rëndësishme, vullneti politik për të zbatuar këto reforma. Ky është thelbi i kësaj, por vetëm vullneti politik nuk mjafton nëse nuk keni makinerinë në administratën publike që bën punën e vet për të realizuar këtë. Dhe shpeshherë edhe reformat janë të ndërlikuara për të bërë dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë. Ndaj duhet një punë e tërë ekipore brenda Shqipërisë për të punuar së bashku, të gjitha ministritë e linjës, të gjitha agjencitë për të qenë të ndërgjegjshëm për këto reforma dhe për të zbatuar ato në kohën e duhur. Dhe përveç kësaj, duhet një koordinim i fortë dhe funksion monitorues brenda qeverisë për ta bashkuar gjithë këtë informacion. Ju flisni për energjinë këtu, për digitalizimin atje, për reformën në drejtësi këtu apo për reformat e biznesit në një ministri tjetër. Ju duhet një mekanizëm koordinues që i bashkon të gjitha. Ky është raportimi i zellshëm që më pas do të vlerësohet nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të bëhet një histori suksesi. And then it will be assessed by the European Union in order to be able to make it a success story.
Okay, you said coordination. Me një agjendë reformash që përfshin 143 kontrolle për reformat e brendshme, çfarë mekanizmash monitorimi dhe vlerësimi duhet të vendosen për të siguruar që këto reforma të kenë një ndikim të madhshëm dhe afatgjatë? The reform will have long-term and measurable impact. Yes, indeed, as you said. Po, me të vërtet, siç e thatë, ka një numër të konsiderueshëm hapash reformash për të cilat Shqipëria është angazhuar dhe për ta bërë këtë të ndodhë në një kohë të caktuar me kaq shumë partnerë që duhet bëjnë punën e tyre. Koordinimi është thelbi më i lartë dhe është gjithashtu një mjet i ri që ne kurrë nuk e kemi zbatuar në të njëjtën mënyrë si tani. Pra kjo do të thotë gjithashtu se ka nevojë për një strukturë qendrore koordinuese për të arritur tek të gjithë partnerët e ndryshëm për të përmbledhur provat në kohën e dur. Ju duhet një sistem paralajmërimi i hershëm për të parë nëse disa reforma nuk janë në rrugën e dur dhe që të siguroheni që ato të trajtohen në kohën e dur. Më duhet të them gjithashtu se ne ofrojmë asistencë teknike nga Bashkimi Evropian. Ne nuk i lëmë vetëm për këtë. Ne kemi rënë dakord dhe këtë e bëjmë tashmë, që kemi takime mujore koordinuese mes qendrës son, delegacionit të BE-s këtu dhe qeverisë, ku shohim në mënyrë proaktive ku jemi, ndjekim reformat, a janë në rrugën e dur, ku janë mangësitë e tyre, për të siguruar që ato po realizohen në kohë. Dhe kjo do të thotë që jo vetëm të bëjmë punën, por edhe të raportohet në mënyrë elokuente, sepse ne mund të japim vetëm kundrejt provave që na paraqiten dhe prova do të thotë se ka nevojë për të dhëna, në mënyrë që të mund të kemi justifikimin për reformat që duhen arritur dhe kjo është ajo që do të donim të shihnim. For the reforms to be achieved, and that's what we would like to see. Dr. Per, Albania has already submitted its first progress report. Shqipëria ka dorëzuar raportin e parë të progresit. Cilat janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për performancën e vendit në këtë plan? An answer from the European Commission for Albania's progress. Yes, indeed, allow me to mention as well, since the reform and growth. Po, vërtet, më lejoni të përmend gjithashtu se prej mekanizmit të reformave dhe rritjes janë nënshkruar dhe miratuar të gjitha dokumentat e nevojshme ligjore dhe tashmë kemi parafinancuar 7%, që do të thotë se Shqipërisë janë alokuar tashmë 64 milion euro. 30 milion prej tyre tashmë janë shpërndarë në Shqipëri, ndaj mendoj se është një lajm i mirë që e kemi dhënë një paradhënie tashmë. Tani në të vërtetë ka kaluar afati kohë për paraqitjen e raportit për hapat e parë të reformës. Aktualisht jemi duke i vlerësuar këto reforma dhe më lejoni të mos mbaj asnjë pozicion në një proces në vazhdim, por sigurisht, ajo që kemi parë deri tani nga Shqipëria është se ka treguar një nivel të lartë përgjegjësie dhe ka përqafuar mekanizmin e reformave dhe rritjes. Dhe për këtë arsye presim gjithashtu që Shqipëria të ketë bërë detyrat e shtëpisë dhe të ketë raportuar me zel për reformat që duhen bërë dhe janë bërë tashmë. Dhe mendoj se Shqipëria do dalë mirë në vlerësimin e saj të parë, por siç e thash, nuk mund ta parashikoj tani vlerësimin ton për këtë. Dhe mendoj se duhet i kujtojmë vetes se ky është një mjet i ri, që këtë vlerësim e bëjmë tani për herë të parë, se Shqipëria dhe vendet të tjera kanë paraqitur raportet e tyre për herë të parë. Pra është edhe një përvojë mësimi, por që tregon gjithashtu, dhe e kam thënë edhe më parë këtë, që ky mjet i ri është krijuar nga Bashkimi Evropian me shpejtësi rrufeje, si mbështetje e shtesë, ne prandaj zbatimi, që është një gjë e re për ne, është në fakt diçka shumë pozitive. And hence the implementation that is a new thing to us is actually something very, very positive. Dr. Per, let's conclude with accession negotiations. Si përputhet plani me negociatat e antarësimit, veçanërisht në lidhje me reformat e kërkuara? When we speak about the reforms. Yes. The only reason why we are in Albania is because Vërtet, mendoj se e dini, arsyeja vetme pse jemi në Shqipëri është se jemi këtu për të lehtësuar dhe mbështetur Shqipërinë që të bëhet e përshtatshme për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe gjithçka është ndërlidhur. Gjithçka është përshtatur për këtë. Kështu që negociatat e antarësimit po vazhdojnë. Ato po ecin shumë pozitivisht përpara, por siç thash më parë, negociatat e antarësimit kanë të bëjnë me reformat. Mekanizmi i reformave dhe rritjes ka të bëjë me reformat. Këto reforma janë shpesh të njëjta, ato janë shumë plotësuese. Plani i rritjes fokusohet padyshim më shumë në tranzicionin ekonomik dhe është gjithashtu e rëndësishme që krahas procesit të antarësimit politik të fokusohemi tek ekonomia, të fokusohemi tek krijimi i vendeve të punës dhe nuk duhet harrojmë se në fund të fundit më e rëndësishmja, procesi i antarësimit ka të bëjë me një transformim shoqëror. Ne duam që çdo shqiptar të ndjejë se antarësimi në Bashkimin Evropian është i mirë për ju si qytetar. Nuk është një proces politik, por ka të bëjë me çuarjen e shoqërisë në një vend më të mirë dhe ne mendojmë se Bashkimi Evropian është një ofertë shumë e mirë për ta bërë këtë. Dhe kjo përfshin edhe krijimin e vendeve të punës këtu në Shqipëri, duke u mundsuar shqiptarëve të gjejnë punë, të denjë këtu me kushte të denja. Dhe kjo është ajo që bën plani i rritjes dhe kjo është ajo që bën dhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Kështu që unë mendoj se plani i rritjes është vetëm një mjet tjetër në kutinë tonë të veglave, që i është shtuar procesit të antarësimit dhe që thjesht tregon se sa serioz dhe sa i përkushtuar është Bashkimi Evropian ndaj procesit të antarësimit. And how committed the European Union is to the accession process. Dr. Per, thank you very much for your time and especially for your answers. No, thank you so much for having me. Ishte nder dhe kënaqësi të flisja me ju dhe siç e thash, po e bëjmë këtë për të mirën e popullit shqiptar. To the benefit of the Albanian people. Thank you.
Siç e ndoqët, biseda për planin Europian të rritjes ekonomike për Shqipërinë, si pjesë e planit për Ballkanin, është një sipërmarrje që ka përsen gjërësisht gjithçka të arritur deri tani. Në të njëjtën kohë ajo qëndron në përbërje të një aksioni të shtrirë thellë në ekonominë shqiptare në proceset e saj për të përmbushur anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Një përmbledhje në shifrat të planit po e risjellim në fund të takimit ton për t'ju lënë në ndjekjen e episodit në rrjetet e RTS-s, si dhe për takimin për episodin e ardhshëm me të tjerë të ftuar prestigjioz. Deri atëherë qëndroni të informuar dhe mos harroni, ekonomia nuk është vetëm numra, është mënyra si jetojmë. Mirupafshim në episodin e ardhshëm. Plani i rritjes ekonomike për Shqipërinë mund të quhet, edhe pse në fillim të tij, një histori e vërtet suksesi, por këtë herë në rang vendi. Shqipëria mund të përfitojë nga financimi i sigurt 922 milionë euro për të kryer 31 reforma. Ekspertë shqiptar të planit të rritjes për Europën Juglindore veçojnë atë që vetë Bashkimi Evropian e ka quajtur reforma dhe shlyerje, sapo dorëzon reformën. Risia e këtij instrumenti financiar aktivizohet pasi vendet kryejnë reformat dhe Komisioni Evropian liron fondet për shtetet përkatëse. Rezultati që llogarit Bashkimi Evropian është dyfishimi i rritjes ekonomike në vend. Mekanizmi veprues në 3 vjet provon reformat që do të dorëzojë Shqipëria përmes 143 verifikimeve sasiore dhe cilësore të arritjes së tyre. Vetëm për vitin 2025 numri i verifikimit është 66. Për 2 vitet e tjera verifikimet janë më të ulta, respektivisht me 45 dhe 32. Një timeline i deri tanishëm e tregon Shqipërinë të ketë mbyllur deri më 25 shkurt 16 hapa, pas të cilave u hapën fondet ashtu quajtura automatike, ndërkohë që deri në fund të vitit duhet realizohen dhe 30 hapa të tjerë. Nga ana tjetër, një raport i parë është dorëzuar nga Shqipëria dhe pret vlerësimin nga Komisioni Evropian. Financimin më të madh në Shqipëri kanë reformat e sundimit të ligjit me 267 milionë euro për 9 reforma në këtë sektor. Pas tyre vijnë ato të klimës së biznesit me 209 milionë euro për 6 reforma. Reformat e kapitalit njerëzor financohen me 189 milionë euro për 6 reforma, energjia dhe tranzicioni gjelbër me 127 milionë euro, po për 6 reforma, dhe tranzicioni digital me 127 milionë euro për 4 reforma.